Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit edhe ngjarjet më të fundit, pasi që më kërkoni gjatë gjithë kohës të lutem na e shpjego se çfarë po ndodhen me jetën e Gjestit, çfarë po ndodhen me jetën e Eglit, si vazhdon të jetë marrëdhënia e tyre, çfarë po bën Gjesti tani që u kthye nga Austria. Me ndihmën e fansave, me ndihmën e njerëzve të cilët e duan dhe respektojnë Gjestin, por njëkohësisht të cilët më duan dhe më respektojnë mua, arrita që të siguroj këtë fotografi që në fakt ju po e shikoni. Gjesti ndodhet i ulur në një divan me ngjyrë gri, ku së bashku me të janë ja dy vajza. Ato dy vajzat me patjetër që nuk do të jenë rastësi të ulura pranë Gjestit, ato janë dikushi. Fillimisht vajza e cila është ulur në mes është një gazetare Top Channelit, që nënkupton që Gjesti vazhdon të ketë kontratën me Top Channel, atë kontratën e famshme që u përfol gjatë gjithë kohës kur Gjesti ishte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, që tregohej që Gjesti ka nënshkruar një kontratë që do të vazhdonte edhe pas përfundimit të Big Brotherit të menaxhohej nga Top Channeli dhe rrugtimi i tij. Më pas arritëm të kuptojmë që divanet ku Gjesti është fotografuar janë divanet e njëjta, që në fakt Gjesti ka bërë fotografi ditën kur ka nënshkruar kontratën me shtëpinë që do t'ia ruante të drejtat autoriale, apo konkretisht shtëpia që do të menaxhonte projektet e Gjestit, këngët e Gjestit dhe menaxhimin e Gjestit. Domethënë siç duket e ka të ndarë menaxhimin e tij në 2-3 forma të ndryshme. Dhe kjo tregon që Gjesti që nga momenti kur është kthyer nga Austria, pa hezituar fare, pa humbur asnjë minutë më shumë, ka filluar që të punon projekte dhe po përgatit projektin e radhës për ta lançuar. Presim që këto ditë me patjetër të bëhet reklama se kur do të postohet projekti, me çfarë datë, me çfarë ditë dhe në çfarë orë do të postohet për të gjithë shqiptarët, dhe me patjetër që do të shohim pjesë copëza se si është xhiruar videoklipi, çfarë këngë është e shumë të tjera. Por nuk dua të flas tani për projektin, sa dua të flas për fotografinë, që nënkupton që Gjesti vazhdon të shoqërohet nga menaxher, nga gazetare të Top Channelit, në të cilët Top Channel i ka lënë për rrugtimin e Gjestit. Domethënë është e ngjajshme me formën e Luizit, dhe Luizi e kishte po kështu stilin, në kuptimin që menaxhimin shoqërohej nga dikush, dhe gazetarja e Top Channelit sot ka qenë me Gjestin. Tani unë e kuptova nga divanet, nga vendi ku janë ulur, se bëhet fjalë për të njëjtën studio dhe bëhet fjalë për të njëjtin vend. Unë shpresoj që Gjesti të na vi suksesshëm, shpresoj që Gjesti të na vi me lumturi dhe të jetë perfekt për të arritur qëllimin që dëshiron ta bën.